Momentet e para në xhenet. Nga zemrat e tyre kemi hequr, kemi zhdukur çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrëtia. Janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj, e ata thonë: "Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na e hoqi zilin, na futi në xhenet. Pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi." Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne u besuam. E atyre u drejtohet thirrje: "Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat." Surja Araf 43. Momentet e para në xhenet do të jenë shumë breslënse. Kur t'i shohim lumenjtë e xhenetit dhe pallatet, frytet e xhenetit dhe çadrat, arin, perlat dhe mëndafshin. Kur t'i takojmë të dashurit tanë që kanë vdekur prej kohësh dhe nuk i kemi parë më prej vitesh. Kur djali i dëgjueshëm e takon nënën e tij, dhe kur plaku i dhemshur vajzën e tij, dhe kur prindrit takojnë djalin e tyre, i cili ka vdekur para tyre. Kur ta shohim atë që në dynja ishte i sëmur për një kohë të gjatë, ati është shëruar plotësisht. Kur ta shohim atë që ishte i pakënaqur, që tani e ka pritur ditën e lumturisë plot. Kur ta shohim plakun të cilit i është kthyer rinia, dhe plakën e thinjur e cila përsëri është bërë vajzë e re. Kur t'i takojmë të dërguarit e Allahut, kur të shoqërohemi me sahabët, kur të njihemi me dietarët më të mëdhenj të umetit, kur t'i takojmë mujahidët dhe shahidët, dhe kur t'i shohim me lekët me sytë tanë, kur të na thuhet: "Ky është Ebu Bekri", kurse ai atje që po vjen të na takojë është Omer ibn al-Hatabi, ndërsa ai që është ulur në hijen e pemës së xhenetit është Halid ibn Velidi. Ai atje, zërin e bukur të cilit po e dëgjojmë, dhe së bashku me të Allahun po e lavdërojmë, është i dërguari Allahu Davudi a.s. Po kur të takojmë pejgamberin e dashur Muhammedin a.s., kur t'i shohim shokët nga shpella dhe besimtarin nga familja e faraonit, edhe Dhulkarneinin. Kur të na thuhet: "Ky është sahabiu i famshëm dhe transmetuesi haditheve Ebu Hurajre radiallahu anhu", kurse ky tjetri është komentatori i Kuranit Abdullah ibn Abasi. Kur do ta shohim Allahun, siç e shohim hënën e plot, dhe kur midis nesh dhe Allahut nuk do të ketë perde, penges. Si do të jetë momenti ynë i parë dhe qëndrimi në xhenet? Kur do të mbarojë çdo punë dhe përpjekje? Kur njerëzit do të kryejnë llogaridhënien? Kur do të largohemi nga kjo botë e hipokrizisë së keqes, e luftës dhe urrëties? Kur do të zhduken brengat, problemet, flokët e thinjura, eshtrat e thyer, ankthi në gjoks, ilaçet, pajisjet dhe qetësuesit? Po çfarë do të jetë momenti i shikimit tonë në Allahun e lartësuar? Dhe kur ai do të na thotë: "Unë jam i kënaqur me ju dhe më kur nuk do të zemërohem me ju." Me të vërtetë, xheneti meriton përpjekjet dhe aspiratat tona që, dashur Zoti, ta meritojmë dhe të banojmë në të. Malli i Allahut është i shtrenjtë, malli i Allahut është xheneti. Ne e lutim Allahun e plotfuqishëm që të na bëjë neve, prindrit tanë dhe fëmijët tanë të denjë për mëshirën dhe faljen e tij, si dhe për xhenetin e përjetshëm. Amin.